Mënyra më e thjeshtë, më e lehtë dhe më natyrale për të larguar milingonat nga shtëpia juaj. Qofse ju ka ndodhur që të keni milingona në shtëpi, në balkone, në kopshte, oborre, pra kudo ku ju shqetësojnë, atëherë ndiqe këtë video deri në fund. Dhe si fillim, mos harro të bësh follow, sepse shumë video të tjera si kjo, por jo vetëm, na presin vazhdim. Atëherë, mënyra që unë kam përdorur dhe që më ka funksionuar, unë nuk para kam kohët e fundit, nuk e di mbase nga temperaturat, se po vjen vera dhe ato normalisht shfaqen kudo tani, kanë vazhduar që të afroheshin tek balkoni, sepse unë aty kam ushimin e macave kur janë nxjerr macave jashtë, edhe vinin afroheshin te ushimi i macave. Dhe kjo gjë po më shqetësonte, po për t'i vrarë normalisht nuk bëhe llav se nuk mund t'i vrisja dot. Dhe e vetmja zgjidhje ishte që të vendosja kanellë. Po, kanella është jashtëzakonisht shumë efikase për të larguar milingonat nga ambientet ku ju shqetësojnë, nga shtëpia apo kudo, nga balkonet e gjithandej. Mjafton të vendosni pak kanellë, pra t'i dhni pak kanellë në përvendet ku milingonat grumbullohen ose ku ato kalojnë, ose mund ta vendosni kanellën në ujë dhe ta spruconi, është e njëjta gjë. Unë pak kam përdorur kanellën pluhur, thjesht e kam hedhur dhe sot nuk ishte më asnjë milingon, asnjë vend, asnjë cep, aq sa po vinte dhe keq, se thash ku do pin ujë tani me gjithë të vap të tmerrshme, se afroheshin aty te uji, por nuk kemi çfarë bëjmë, tani mund t'i lëm ujën dhe poshtë. Punë tjetër kjo. Tani provojeni, ose nëse e keni provuar apo keni ndonjë mënyrë tjetër, më thoni në komente dhe provojeni dhe më thoni. Do më kujtoni dhe është realisht fantastike, por mos thënë që për disa orë do të largohen, por brenda ditës është e sigurt që nuk do t'i keni më. Të nesërme nuk do të shikoni më milingona nëse do vendosni kanellë. Mund të përdorni dhe vazelinë, edhe metoda të tjera, nëse doni mund t'ju andaj dhe ato në videot e tjera, por provojeni dhe me kanellë sepse është fantastike. Ndajeni me miqtë tuaj që mund t'ju duhet dhe mos harroni të më bëni follow. Ju përshëndes.